Po, Lorek, nisi me befasi, me rezultatet befasishme, por fundi e gjeti ashtu që është parashiku, domthon 4 skuadrat të gjysmëfinaliste me qenë parashiku që Anglinë, domthon u parashiku me kon Portugalia, megjithatë me plot merit Portugalia është eliminuar më herët edhe vendet e saj kanë zonë Anglia, kështu që mendoj se 4 skuadrat që janë për momentin janë me merit, kanë luajtur futbollin më të mirë edhe e kanë arrit atë objektivin e vet deri dikon, edhe pse objektivi i këtyre të katërve gjysh nga fillimi është Kupa e botës. Mendoj se dështim është edhe për Spanjën edhe për Francën nëse eliminohen në gjysmëfinale. Ato kanë synim Kupën e botës. Megjithatë deri këtu është sipas parashikimeve dhe gjithçka është rregull. Sa i përket nuk kanë ndonjë befasi jo, deri këtu jo. Mendoj se janë skuadrat më të mira, janë kualifikuar. Nuk di që në kombëtare ka merituar më shumë. Por në histori të kampionatit botëror që 4 skuadrat e para të renditura në renditjen e FIFA-s janë gjysmëfinale, që i bën 4 skuadrat e fundit në mbetra. Kështu që kjo i jap edhe vul asaj që po thonë që janë me 4 skuadrat më të forta, janë me në fazën finale.